Mirë dita, jam sot këtu me kavajsin Izet Çelhaka, I cili sapo ka marrë përgjigjen pozitive nga Italia për pensionin italian, nga INPS-i. Sa vjeç je Izet? 67. Sapo I ke mbushur 67? 2 muaj gati. Ke punuar në Itali dhe çfarë ke punuar dhe ku ke punuar? Kemi punuar në bisi, edhe fabri, edhe ndërtim. Në çfarë zona të Italisë? Kam filluar nga Foggia, e deri Brescia, Bergamo, Trieste. Sa vite ke punuar me rregulla? Në rregull, 8 vite, pa pak. 8 vite pa? Pa pak. Po do ta fush masën e pensionit sa doli në Itali? Që ne? 90 euro. Për këto 8 vite pa pak. Është 8 vite, rreth 8 vite po themi. Në Shqipëri merr pension? Marr. 100.000. Për sa vite punë në Shqipëri? 15 vite. 15 vite, 100.000 lekë barabar pra afërsisht 100 euro, për 15 vite. Ndërsa për 8 vite të Italisë merr 190 euro. U ktheve në çfarë viti u ktheve nga Italia? Jam kthyer në vitin 2019. 2019, pra I bie para 7 vitesh. Dakor, si e morë vesh për instruksionin kur u drejtove në zyrën tonë? Morën dhe këtu pa telefonat, të lajmet, duke ndju këto personat që me që dole ajo e i bashkimit viteve të punës, tash ta bëjë dhe unë, dole me sukses. Doli me sukses. Me datën 1 korrik, pra pas 3 ditësh, do të futet pagesa pensionit në bankën tënde, në vend bankar që e ke dorëzuar. Dhe ma konfirmon nëse të erdhi apo s'të erdhi. Po besoj që vjen, se normalisht me datën 1 kur qëllon ditë shtu nëse del mund të shtyhet deri me 2 ose me 3, nëse qëllon e di. Morën telefon kur të ashtu. Po. Që të na thuar dhe një gjë tjetër për Në radhë parë ju falenderoj ju. Faleminderit. Si aktiviste për të INPS-i. Mësënej, shteti jonë, shteti qinti, unë së ndradë më veshë. Shteti shqiptar me shtetin italian, se që të marrë më veshë. Kjo është pozitive për gjithë shqiptarë që jetë në një këndësim. Po falenderoj dhe vetën ta në. Për vetën? Se ke punu dhe vetë. Falenderoj krahët të cumë, punën tënde, se ti ke punuar dhe po merë shpagimin e punës tënde në vite në Itali. Dokumenti? Kjo është vërtetimi I pensionit. Prandaj dhe u takon që të ta dorëzoj në dorë. Ta gëzosh, Izet. Shumë faleminderit. Edhe do shihemi përsëri çdo vit për gjallësën.